A je dikush që poston shpesh për jetën tënde në rrjetet sociale? Nëse po, më ndiq deri në fund, sepse dua të ndaj diçka të rëndësishme që jam e sigurt që do të bëj të mendosh dhe të rishqyrtosh zakonet e tua të postuarit online. Duket e çuditshme dëshira që kemi për t'i treguar gjithkujt gjithçka nga jeta jonë në rrjetet sociale, ose të ndryshe të jetojmë me dyer dhe dritare të hapura. Tregojmë shtëpinë, fëmijët, martesën, dhuratat, darkat, drekat, pushimet, suksesin, duket si kur bëjmë një inventar publik të lumturisë tonë. Javën e kaluar isha në një vizitë pune në Addis Abeba, që është kryeqyteti i Etiopisë, dhe ndër të tjera pata mundësinë që të vizitoja pallatin mbretëror. Teksa po shikoja makinat luksoze, dhuratat e çmuara që princër, mbretër dhe president të ndryshëm i kishin bërë mbretërve të Etiopisë, enë të gjitha prej ari ose argjenti, gota prej kristali shumë të shtrenjta dhe dhurata të tjera shumë të çmuara me gur të çmuar, më kujtua menjëherë historia e një mbreti shumë të suksesshëm hebrej, një histori që e kisha shumë të freskët sepse sapo e kisha lexuar në Bibël. Bëhet fjalë për mbretin Ezekia, i cili priti disa të huaj një delegacion nga mbreti Babilonis, të cilët shkuan për ta parë Ezekian pasi dëgjuan se kishte qenë shumë i sëmur. Dhe Ezekia në euforinë e tij, por ndoshta edhe në krenarinë e tij, u tregoi gjithçka që kishte në shtëpinë e thesarit të tij, por edhe në tempull. Në pamje të parë nuk dukej asnjë gjë e keqe, derisa mbriti profeti Isaia, i cili i bëri një pyetje interesante. Kush ishin ata njerëz dhe çfarë u tregove? Në fakt, profeti Isaia nuk është se nuk e dinte se kush ishin ata njerëz, por donte që ta ndërgjegjësonte Ezekian ose disi ta ndihmonte atë të mendonte pak më thellë. Megjithatë, Ezekia nuk mendoi shumë, por tha ishin delegacion nga mbreti Babilonis, erdhën të më shikonin dhe unë u tregova gjithçka. Atëherë profeti Isaia i dha një lajm të papritur. Të gjitha gjërat që u tregove atyre burrave do të merren një ditë. Gjithçka. Gabimi i Ezekias nuk ishte pasuria, por ishte mungesa e dallimit dhe krenaria. Ai nuk e dinte se kujt po ja hapte dyert. Në mendjen e tij, këta njerëz ishin miq, sepse në fundit kishin ardhur për ta parë pasi ishte shëruar. Por, në fakt Babilonia në atë kohë kishte një zakon që shqyrtonte kombet e ndryshme përreth përpara se t'i pushtonte dhe bënte një inspektim të pikave të tyre të forta, pikave të dobta dhe të pasurive që kishin. Sot ne duket sikur të bëjmë të njëjtën gjë, edhe pse nuk do na pushtoj dikush dhe nuk jemi duke treguar pallatet mbretërore, por po tregojmë jetën tonë pas një filtr në rrjetet sociale. Nxjerrim çdo bekim pas një lloj filtri mbrojtës dhe pastaj kur na ndodh diçka pyesim, mos ndoshta është syri i keq. Bibla nuk na mëson të kemi frikë nga syri i keq. Në fakt syri i keq as nuk njihet si një koncept në Bibël, si diçka për të pasur frikë. Por Bibla na mëson të kemi urtësi. Ka një kohë për të folur dhe një kohë për të heshtur. Jo çdo njeri në kontaktet tona meriton të jetë pjesë e çdo kapitulli të jetës tonë. Ndoshta pyetja nuk është vetëm çfarë postojmë, por kujt po ja postojmë. Kujt po ja tregojmë gjërat tona dhe pse? Kush janë këta njerëz të cilëve po hapim derën dhe pse duhet të shohin jetën tonë, ose pse duhet të bëhen pjesë e gëzimit apo suksesit tonë? A kemi urtësinë për të ditur kur duhet ta mbrojmë atë që kemi dhe t'ja tregojmë ndoshta një rrethi më të ngushtë njerëzish, të cilët kanë dhënë prova që janë miq, dashamirës edhe na duan. Dhe nuk do ta keqpërdorin materialin ose atë që ne u tregojmë nga zemra dhe nga jeta jonë për të na gjykuar, për të patur zili ose për të bërë diçka të keqe kundër nesh. Ky postim nuk është për të sjellë frikë, por është për të na bërë të mendojmë, ashtu si profeti Isaia i tha Ezekias, kush ishin ata njerëz dhe çfarë u tregove. Ndoshta sot mund të bësh një pyetje për postimet e tua. Kush janë njerëzit të cilëve po tregon gjërat e tua më të shenjta dhe çfarë po tregon atyre? Mos ka ardhur koha që duhet të jesh
më privat edhe më i mbyllur. Zoti ju bekoft, edhe dëgjohemi në videon tjetër. Nëse nuk më ndiqni, por keni dëshirë që të ndiqni materiale të tilla që lidhin jetën e përditshme, vlerat, pyetjet që kemi në jetë me aspektin shpirtëror, atëherë më bëni follow. Dëgjohemi prap.